Malisheva Ferronikeli. Përshëndetje të nderuar shikues, jemi me pamjen në stadiumin Liman Gega në Malishev, aty ku Malisheva, skuadra e vendit të tretë në Superligën e Kosovës, do të luaj me Ferronikelin, e cila po e luan ndeshjet e fundit të këtij sezoni në ligën më të lartë në Kosovë, me shpresë të kthehet sa më parë. Skuadra e Malishevës me pak ndryshime nga ndeshja e kaluar, ndërsa Ferronikeli ka bërë ndryshime në gjysmën e skuadrës. Qojmë edhe interesimin e tifozëve të njerëz prej skuadrave me futbollin më të bukur këtë sezon në Superligë të Malishevës. Dalja të dyja skuadrave në fushë është shoqërohet me Eduard Tukite, gjyqtar kryesor është Valon Bajgora, i asistuar nga Fatmir Stekiraqa dhe Altin Zhegrova, gjyqtari i katërt Eridon Podvorica. Të gjitha ndeshjet në njëjtin orar, ku kështu do të zhvillohen takimet e fundit. Shohim formacioni i Malishevës 4-3-3 në ndeshjen e Bekim Isufit në portë, do të jetë Ilir Avdyli në mbrojtje. Formacioni Ferronikelit, i Granit Dervishollit. Në mbrojtjet e Malisheva është Agron Gjaka, Arber Prekazi, Etnik Arber Pira dhe Alin Veliu, në mesfush Ngjigi, Donard Vitia dhe Etnik Bruti përpara, Altin Veliu, Mark Bushaj dhe
Laurat Gjylanit. E skuadra e Ferro Nikelit në port sot është portieri Marvin Brozi, në mbrojtje Armend Halili, Valeri Stepanenko, Lear Zekolli dhe Granit Musa. Këtu është trajneri Bekim Yusufi, ish lojtar dhe ish trajner e shumë ekipeve. Mohamed Lapashtica në mesfush, Arlind Maloku dhe Jeveni Terzi në mesfush, Soel Muharrem, Armend Kryziu dhe Adonis Shorri në formacionin e Ferro Nikelit, po ashtu 4-3-3 në ndërheqjen e Granit Dervishollit. Ferro Nikeli e fundit në tabel, vetëm 15 pikë, është shumë largë Malishevës, shumë largë dhe Suarekës. Suareka e Llapi që ishin dhe janë ende me shpresa për shpëtuar sezonin. Ferro Nikeli vetë se ishte përshëndetur e të shohim se si do të ballafaqohet. Kemi parë edhe ndeshje tjera ku skuadrat e rënë nga kategoria e hipnin një nxjerrim shumë pozitiv ligës, duke dhënë maksimumin në ato ndeshjet e fundit. Pra pak kalkulime, por me vetëm qëllim që të hipet maksimumi brenda fushës e të arrihet rezultati sa më i mirë. Dhe më para dhe pasim Lear Zekolli. Zekolli me duar. Topi largohet në mbrojtje nga Ago Gjaka. Mes dy lojtarëve i rezistoi ndërhyrjeve Arbër Prekazi, Ilir Avdyli. Nga lojtarët e Malishevës që nuk janë zëvendësuar është edhe Ilir Avdyli, ndërsa vetëm dy nga ndeshja e fundit, Faton Ponjaku dhe Drilon Hazrollaj janë jashtë ekipit, në vetë të tyre Altin Aliu dhe Mark Bushaj. Arbër Prekazi, Arbër Pira, Mark Bushaj, pravat e Prekazi. Fillon qarkullimin e topit skuadra vendase. Mark Bushaj. Kthe topit e Ilir Avdyli. Arbër Prekazi. Agon Gjaka. Edhe njerë topin me kokë. E merë Suhel Muharrem. Nuk ka ndërhyrjet pa rregullt. Granit Musa. Gjigi. Gjaka. Dhe Arbër Prekazi. Gjaka, më poshtë! Etnik Pruti, mjaft mirë hapët loja të Arlind Veliu. Veliu. Gjylani. Timi topit e Pruti e dal mirë dhe është rëzuar. Poliotho Gjushari në mënyrë të rregullt është rrëzimi i Lucia për kontra. Shohim pasimin. Arlind Maloku i kërkohet nga të gjithë të gjuaj të pasoj.
Stepanenko. Topi kthyer prapa te Lapashtica. Tani Armend Halili. Edhe njerë Halili. Mirë është dalë në krah nga ana e djathtë. Dhe topit e Granit Musa, mbrojtësi e Feronikelit. Armend Halili dhe Valeri Stepanenko. Sërish Stepanenko. Marvin Brozi dhe Stepanenko. Topi lartë e në thellësi. Edhe njerë mundësia në krah. Goditje nga distanca. O, çfarë pritje e mirë nga Marvin Brozi. Këtu ishte mundësia. Goditje nga distanca. Mirë, po pat kohë për tjere për të lexuar goditjen. Fillimi mbarë skuadrës së Feronikelit. Kjo është ndërhyrja e Stepanenkos te Bruti. Mjafton një ndërhyrje të tij, një top i fituar për dalë përpara. Mark Bushaj. Brenda zonës, Mark Bushaj futet, goditja. Minutët e parë të dyja skuadrat duke tentuar të njohin njëra tjetrën. Feronikeli ndonse skuadra fundit në tabelë e fillon me këmbë të mbarë në mëdheqen e Granit Dervishollit. Duke insistuar përpara, arrin dhe të bëjë rastin me atë goditje nga distanca. Feronikeli vjen nga humbja 3-1 për Suarekës, ndërsa në javën e kaluar Malisheva barazoi me Gjilanin, por edhe rezultatet e Malishevës në javët e fundit ka patur dyshime të mëdha, një fitore, 3 humbje, 1 barazim. Jo në frymën e njëjtë siç e nisi kampionatin. Arlind Veliu. Ngjigi. Mark Bushaj. Arbër Pira. Armend Halili dhe Granit Musa. Me djek topin insiston dhe arrin ta fitoj atë Ngjigi. Kjo është goditja. Nuk ka qenë larg kjo. Me Eduard Lukitje, tentimi nga mesfusha. Etnik Bruti.
Me një trajektore të rrezikshme, mënyra se si po binte topi ishte rrezikshme në fund për portierin Marvin Brozi. Qëmë tani goditjen, mundësia për 1-0, super pritje e Marvin Brozit. Dy goditje nga pozicionet ndryshme për mes fushorin Etnik Bruti. E para ishte jashtë, e dyta pat nevojë për intervenimin e Marvin Brozit. Alin Maloku. Lart Zekolli, pasimi për para, mjafti mirë. Mirë po. Arber Prekazi qëndron në vendin e duhur, në rryrja saktë e tij. Del për para Ngjigi. Pasimi me ti jashtë, sa mirë mendoj. Ky është një nga futbollistët më të mirë në ligë, kështu tha analisti njëkohësisht kolegu im Labinot Mehmeti, tha që fillimi sezonit të ri nuk do ta zgjej mes fushorin Robert Matthew Ngjigi në Kosovë. Do të arrijë shumë, do të arrijë lart. Nëse nuk arrin ta mbajë Malisheva, të paktën shpresojmë që të marrë një klauzol të majme pjesa më e madhe e futbollistëve, siç është e gjithë liga, janë me kontrata deri në fund sezonit. Vetëm goal out. Valeri Stepanenko. Adonis Qorri. Mirë është pasimi, vënë dyshim fillimisht Suhel Muharrem, mirë po nicet dhe zë topin përballë Armend Veliut është. Gjylani. Bruti. Dy goditje vetë se i provoj sot Bruti. Njëra ishte nga ky pozicion. Ilir Avdyli. Arber Pira. Do të vazhdoj aksionin deri në fund. Arber Pira i ndjekur hapasapi nga Adonis Qorri. Pira. E mirë është lëvizja, topi del përpara. Dhe rryrja që vjen nga Terzi është edhe më e mirë. Pira do e kthej topin në zonë. Arber Pira. Ngjigi. Dalje mirë.
Donat Vitia. Arlind Veliu dhe Ngjigi. Arber Prekazi. Vitia. Për pak t'i kthehet topi. E ka tani Adonis Qorri. Kërcimi lart. Arlind Maloku. Agon Gjaka. Veliu. Valeri Stepanenko. La Pashtica. Leard Zekulli. Pasimi të Adonis Qorri. Largon topin Marvin Brozi. Çfarë pritje e mirë ishte nga ana tij në ato tentimet që i bëri Malisheva, njëra për cilave ishte nga afërsia me Etnik Brutin. Donar Vitia. Leard Zekulli largon edhe në herën e dytë, tani më gjatë. Topi në krah. Arrin Maloku. E pengon mjaftueshëm Arlind Veliu. Arber Pira. Bruti. Në krah topit e Veliu. Veliu shumë afër tij është Altin Aliu. Ashtu është thirrja edhe nga banka që të pasohet te Altin Aliu, i cili kroson dhe duke se ka qenë afër edhe për goditje. Granit Musa. Ecën përpara. Ferro Nikeli, faul thot gjyqtari. Valon Bajgora. Gjilani ka shënuar ndaj Prishtinës, të gjitha ndeshjet janë 0-0, Drita Dugagjini, Ferizaj Ballkani, Suare Kallapi, ndeshja që po shohim së bashku. Malisheva, Ferro Nikeli.
Edhe një aksionistët nga Granit Musa. Armand Halili dhe Valeri Stepanenko. Kushte ideale sot edhe për të përcjellë futboll, por edhe për të luajtur. Temperatura rreth 22 gradë Celsius në pjesën më të madhe të Kosovës. Që këtë këndore. Arber Prekazi. Pira. Që ndërhyrja e pa rregull është ndërhyrja nga Mohamed Lapashtica. Rregullon murin mbrojtës portieri Marvin Brozi. Lear Gjulani dhe Etnik Bruti janë të topi, gjyqtari është ftuar Valon Bajgora. Shojmë. Me reagimi nga dhoma e varit. Në var sot është Mervan Bejtullau, i asistuar nga Besnik Morina. E këtu ishte largimi topit me dorë dhe me njerë kishin reaguar lojtarët e Feronikërit, prekje topit me dorë nga Donard Vitia, duket që për këtë arsye do të mund të akordohet penalti prej se vendimin e Valon Bajgorës. Teksa dëgjohen zyrtarët afër që e gjykojnë ndërhyrjen si të rregullt apo të pa rregullt, mënyra se si e hapi dorën Donard Vitia ka rrezikuar shumë. Që e vendimi, rregulli është rregull, penaltia do të shëndojë minuta 25, rasti shkëlqyer për Feronikërin që të zhbllokojë rezultatin.
përgjegjësinë te Pikabar dhe ka marrë lart Zekolli. Zekolli apo Ilir Avdyli. Niset Zekolli, Gjuan dhe pritje e madhe e Ilir Avdylit. Mbetet 0-0. Mbetet 0-0, shpëton skuadra e Bekim Isufit. Teksa në të njëjtin moment e shfrytëzon situatën Donard Vitia të argumentojë se nuk ka patur prekje, nuk ka patur penalti. Mirë po mundësia u dha këtu skuadrës Ferronikelit. Ekipi i fundit në tabel nuk arrin ta shfrytëzojë rastin. Edhe një do të reagoj Ilir Avdyli. Kjo ishte tentimi I lartë Zekollit më pas I Armend Kryeziut. Qëm krosimin. Mundësia për dalë për para, mirë për ka parë faul gjyqtarin ndërhyrje pa rregull të Altin Aliut. Banka rezerve skuadrës së Malishevës aty ku është Ardian Copaj, Dreni Kryeziu, Besnik Ferrati, Ibrahim Servatiku, Erblin Zogaj, Kolon Navegji, Amrush Bojupi, Edis Maliki, Vesel Limaj, Hadis Veli dhe Valmir Berisha. Këta janë lojtarët në dispozicion për trajnerin Bekim Isufi. Shumë I mirë pasimi këtu, shans për skuadrën vendase, nuk arrin gjuhej me kohë Altin Aliu, më pas sinjalizohet edhe offside-i. Shumë rrezikshme është treguar sot Ferronikeli nga ndërprerjet. Por priti penaltin Ilir Avdyli, I cili edhe më pas bëri një pritje të mirë, tani krosimi në zonë, mundsi nga plani I dytë, vjen goditja sërish Avdyli, I pa kaluar shumë. E ndal goditjen e Muhamet Lapashticës.
Qem goditje në dhe njerë, provon nga Mesfusha. Muhamet Lapashtica vjen në pozicionet mira. Ja tani goditja, pranë shtyllës Pingule. Arber Prekazi. Agon Gjaka. Prekazi. Etnik Bruti. Del për para, Altin Aliu. Aliu i markuar nga Granit Musa. Aliu prapa topin të Ngjigi. Insiston për ta marrë atë. Qem të krosim. Në butët për tjere Marvin Brozi. 0-0, vazhdo në betet. Dueli Malisheva Ferro Nikeli, ndeshja që zhvillohet në stadiumin Liman Gega në Malishev. Ndeshje e javës së 34 kjo, edhe 2 takime kanë mbetur. Malisheva do të luajë me Suarekën dhe me Prishtinën, do e mbyll sezonin në udhtim te Prishtina. Prishtina është rivali i ardhshëm i Ferro Nikelit. Prishtina kishte poshtur 3-1. Ndeshjen e fundit më pas do të luajë me kampionin me dritë në udhtim. Ndeshjen e fundit. Arber Prekazi. Etnik Bruti. Robert Matthew Ngjigi i dyti. Mark Bushaj. Bushaj provon pasimin në hapën ku edhe mund të godiste. Armand Kryziu. Mos i përgoditje. Provon Alind Maloku është ndalur. Granit Musa. Rivën e metuar.
Të përkëtyre prapa të Valeri Stepanenko. Armend Halili. Dalje mirë për para tani Arlind Maloku, edhe më mirë pasimi për Armend Kryziun, krosimi në anën tjetër, duhet pak mund që ta kontrolloj topin Suheil, edhe njerë provon, Suheil Muharrem. Lear Zekolli, e që e pat mundësin për të shënuar nga penaltia. Largon topin Eli Ravdyli. Lear Zekolli. Terzi e këthen topin prapa, jemi një Terzi edhe një herë. Valeri Stepanenko, me një herë është tynë të Adonis Qorri. Pozicioni është i rregullt. Lear Zekolli, krosimi në zonë, duhet reagoj edhe Arber Prekazi. Ngjigi, topin e krah të Gjylani. Goditje. Edhe kjo mbi portën e Marvin Brozit. Valeri Stepanenko. Topi nisur për para për Altin Aliun, nuk kuptohet dhe ishte pas shpine për fundon në rivënja anësore. Arlind Veliu, prapa të Agon Gjaka. Arber Pira. Gjaka. Ndërhyrje e saktë. Loren Gjylani.
Pozicioni jashtë loje. Apo faul është mendohet që është inkuadruar në aksion nga pozicioni pa rregullt për të fituar këtë top. Altin Aliu mirë për këmba e ngritur lart. Ai është fauli i shkaktuar. Mundësi nga ndërprerja tani për Malishevën. Shef krosimi, goditja me kokë dhe topi që përplasën për tokë dhe mirë, pra e ka përsen portën e Marvin Brozit. Goditje nga distanca, provon Jeveni Terzi. Arber Prekazi. Nga Gonxhaka. Prekazi. Kjo është mundësia artë, provon parabollën, vjen goditja 2 herë ndal. Ilir Avdyli. Është flamur ngritur lart, mirë, por ka qenë një mundësi nga hiqi këtu për skuadrën e Ferronikelit. Pozicion jashtë loje nuk do të numërohet fare si mundësi. Gonxhaka. Mark Bushaj. Dyfishohet. Arber Pira. Sekondat e fundit të kohës së rregullt në pjesën e parë, 0-0 Malisheva Ferronikeli. Pron tani me shpejtësi Etnik Bruti, pengohet, topi tani te Xhaka. Gonxhaka. Pasimin e thellësi, e arrin Gjigi. Nuk ngutet Marvin Brozi, janë 2 minuta shtesë e para vetëse drejt përfundimit.
Arbër Prekazi. Agon Gjaka. Alin Veliu. Pasimi Veliut. Kalon të gjithë, shkon deri te portieri Marvin Brozi. Valeri Stepanenko. Do është edhe një rast i fundit, Adonis Qorri. Goditja. Nga cepi është moment i vështirë, Lind Maloku tentoi, përfundon 0-0 pjesa parë në stadiumin Liman Gega. Është kjo ndeshje javës së 34-të, Malisheva e vendit tretë duke barazuar me skuadrën e fundit në renditjen tabelare me Ferronikelin, e cila kishte rastet më të mira, madje edhe mund shënonte nga penaltia, mirë po nuk kishte goditja mirë dhe priti ata Elir Abdyli. Të nderuar shikues, kthehemi pas 15 minutash pauzë me emocionet e pjesës së dytë.